bizneset e kanë paditur, domethënë qeverinë, kanë hudhur në gjyq për sa i përket këtij vendimi, i cili duket i padrejtë për arsye sepse gjithë bizneset rrjeti hotelerisë i paguajnë taksat për sa i përket pastrimit të urave zeza. Dhe bie tani të paguajnë 2 fish për të njëjtën gjë. Po sigurisht, bile unë mund të them këtë që shumë biznese kanë marrë dhe gjoba. Domethënë nga kontaktet që kemi neve kanë marrë gjoba pikërisht për këtë. Ato që nuk e kanë realizuar, ato që nuk e kanë vendosur këto pajisje. Edhe siç thash është në gjyq, me datën 12 është bëhet prapë një seancë gjyqësore që do merret vendim për këtë punë, domethënë që si do vendoset, si do mëtej për këtë sezon turistik. Dhe këto implante, bizneset duhet t'i gjejnë vetë, të pajisen vetë, pra shteti kryen në diçka në këtë proces, ndoshta në montimin e tyre, apo kanë ndonjë përgjegjësi? Më falni. Shiko, qeveria ka rekomanduar një kompani e cila i ofronte këto mundësira, i ofronte këto implante këtu në Shqipëri, që u kundërshtua nga bizneset. Kupton? Megjithatë, qeveria tha juve mund të jeni të lirë, mund të bleni kudo këto, tha, por ama juve do fillojnë proceset e gjobave për sa i përket atyre bizneseve që cilët nuk i realizojnë këto. Cilat biznese duhet ta marrin këtë implant? Pra se jo çdo kush ndoshta mund ta përballojë. Pra çfarë lloj biznesi duhet të jetë? Vogël, i mesëm? Kryesisht bëhet fjalë për hotelet e Bregdetit, kuptohet, por kjo është në rang kombëtar. Që kanë kapacitete të mëdha. Që kanë kapacitete sigurisht që nuk i përballon kjo. Po derisa një biznes paguan, domethënë taksën e pastrimit për këtë punë, domethënë ideja jon është që neve të zgjerohen kapacitetet për sa i përket gjithë rrjetit që është që përfshin domethënë gjithë Bregdetin po e quajmë, kupton? Edhe gjithë bizneset është mirë që të paguajnë diçka për të shtesë të rrjetit të madh të urave zeza. Por kjo do të thënë që çdo biznes nuk besoj që është normale të paguaj pikërisht për këtë, për të pasur këtë pajisje, për të pastruar do të thënë ujërat e sa duhet kujtim që të paguajë një biznes? Sa kushton një implant? Po kjo informacion që kam unë besoj që fillon nga 10.000 euro e lartë. Nga 10.000 euro e lartë, që mund të shkojë deri në shifra më të larta 15.000. Po sigurisht, hotelet e mëdha që kanë kapacitete të mëdha, njësitë akomoduese që kanë do të thënë kapacitete të larta, sigurisht që kanë dhe do të tjetër kapacitet dhe tjetër çmim natyrisht. Po gjoba ose sa është nëse të kap shteti që ti nuk e ke vendosur këtë implant dhe që nuk funksionon? Sa gjobit e bizneset? Për këtë nuk e kam informacione sa është përcaktuar gjoba, po sigurisht që kanë marrë gjoba vitin e kaluar, këto që janë njoftuar, kanë shkuar grupet e inspektimit të mjedisit edhe i kanë gjobitur këto biznese. Nuk e kam informacione dur se sa varion gjoba për ata, po jam i sigurt që kanë marrë gjoba shumë subjekte nga këto që na kanë shkuar nëpërmjet shoqatës, nëpërmjet kontakteve që kemi me ta. Tani të rikthehemi pak më përpara në histori dhe të kujtojmë pak pse erdhi kjo nisëm, pra pse lindi si detyrë për bizneset që të marrin këtë implantë? Pra qeveria çfarë konstatoi që ishte imediate për të ndërhyrë? Shiko, për hir të vërtetës neve synojmë për Bregdetin që kemi, edhe për arritjet që ka turizmi, të marrim si thosh atë flamurin blu, i cili tregon që sepse ka shumë subjekte që i kanë derdhur ujërat e zeza në det. Subjektet vetë, private. Flasim deri dje, kupton. Dikush ka pas mundësi, dikush ka pas mundësi. Edhe kjo punë duhet marrë fund normalisht. Por ky vendim që ka bërë qeveria, thash, duhet hap pas hapi të zgjerohen rrjetet e ujërave të zeza, domethënë që përballojnë gjithë Bregdetin shqiptar. A ka abuzim? Më fal, vetëm një sekond, lutem, se dakord, e kuptoj që shteti i detyron bizneset për të marrë këto implante. Po ujërat e zeza të vetë shtetit, pra ato derdhjet që ne kemi në Bregdetin e Durrësit, të Vlorës, shteti i ka marrë për vete këto implantet për parandaluar derdhjen e ujërave të zeza në Bregdet? Shiko, me sa kam informacion, gjithë rrjeti, domethënë i Bregdetit ka implantet e pastrimit ujërave zeza. Ka disa zona që ndoshta nuk kanë, po që janë funksionale, por nuk kanë qenë parashikuar. Ne kemi parë denoncime çdo sezon veror. Kapacitetet janë rritur, po rritun hotelet në mënyrë marramense, domethënë ditë ditës. Ju jemi realistë, domethënë rreth 12 milion turistë ka pritur Shqipëria, kjo do thotë që ka një përballim, ka një fluks madh dhe ndoshta i gjeti pa përgatitur, qoftë edhe qeverinë, qoftë edhe bizneset që kanë krijuar këto. Por kjo thash edhe një herë, duhet investohet tek rrjetet e mëdha të ujërave zeza që janë sistem që përfshin gjithë Bregdetin. Kjo është një domosdoshmëri. Edhe çdo biznes, sipas kapacitetit që ka, duhet paguaj
për të rritjen e këtij kapaciteti. Po shteti a ndihmon në financimin, në blerjen e këtyre implanteve apo qoftë të montimin të tyre? Jo, absolutisht. Pra duhet i montojnë vetë bizneset? Absolutisht, prandaj u thash që biznesi është në gjyq me shtetin e gjykat administrative, me datën 12 bëhet gjyqi i dytë edhe shumë që vendimesh do merret pikërisht për këtë punë. Sa është abuzuar kujti ndërkohë me cilësinë e ujit, të detit apo gjithçka tjetër që shpeshherë e kemi ngritur, siç po vazhdoi pyetjen edhe që bëri Kristi. Pra, cilësia, sa fajtor jemi ne ose bizneset që operojnë pikërisht buzë detit apo buzëve liqenit nëse duam me atë përgjegjësinë për ta mbajtur të pastër, sepse kemi parë shumë herë që se ku shkojnë ato ujërat e zeza shpeshherë. Shiko, këtë e thash më parë, pavarësisht kundërshtisë tonë si biznese, normalisht ka ardhur momenti që nuk bëhet fjalë më që këto ujërat e zeza të derdhen nëpër ndet ose nëpër lume ose nëpër liqen për këto. Kjo është një domosdoshmëri për sa i përket kësaj. Po unë e kisha fjalën këtu që kjo shteti do të jetë bashkë me biznesin, domethënë për të investuar pikërisht për këtë, sepse neve investojmë njësitë akomoduese më parë, ndërkohë që nuk merremi edhe me ujërat e zeza. Unë kam pas një biznes në Durrës para rreth viteve 2019. Më falë, 2009. Edhe erdhi një kompani gjermane e cila merresh pikërisht me studimin e këtyre. Edhe shikon kapacitetin, sa dhoma ke, sa toalete ke, sa kapacitet ka restoranti. Edhe bënte llogaritë e thotë kaq thotë duhen për ujërat e zeza aty. Domethënë gjithë Bregdetin e Durrësit në atë kohë e studionte një kompani gjermane.